Albin Kurti e ka nis fushatën. Me saktë mendoj që Kurti për vete e ka mbyll me sot fushatën. Në mbledhjen e qeverisë Kurti, që është kryeministër në detyrë, i mori disa vendime. Buxheti sipas Kurtit do të jetë 4 miliardë euro. Rritje të pensioneve nga 120 euro në 150 euro. Rritje e shtesave për fëmijë për 50%. Paga minimale 500 euro. Po ashtu buxheti parasheh pagën e 13 për punëtorët e sektorit publik. E para punës, përmes këtyre vendimeve, mendoj që Kurti i ka prek disa kategori që përkrahin masivisht në zgjedhje. Për shembull, rritja e shtesave për fëmijë i prekin gratë dhe familjet e varfra. Edhe për disa arsye të tjera, gratë janë përkraset më të mëdha të Kurtit, shumë më shumë se burrat. Po ashtu edhe pensionet prekin një grup shoqëror të ndjeshëm elektoralisht. Paga minimale targeton punëtorët e sektorit privat. E dyta, Kurti po e përdor funksionin e kryeministrit për me bë fushat. Nuk është as i pari, as do të jetë i mbrëmi. E ka bëu shëmthaqen të kaluarën, sot po e bën Kurti. E nesër sigurt do ta bëjë dikush tjetër. Nuk është ndonjë zbulim me pokal i Kurtit. Loja mes pushtetit dhe opozitës kur nuk ka qenë e barabartë fatkeqësisht. E treta, Kurti është në një pozicion të favorshëm. E ka futur opozitën në një kurth. Nëse opozita voton buxhetin për shembull, i shkon pushtati Kurtit, sepse projekt buxheti i Kurtit që i parashet çato sene që përmenda më lart, bëhet buxhet zyrtar i shtetit. Mundet pastaj më u krenu në fushat për krejt këto arritje. Nëse nuk ja voton buxhetin opozita, atëherë Kurti do t'i fajsoj gjatë tërë fushatës për bllokim të rritjes së pensioneve, shtesave e pagës minimale. Opozita është në pozitë vështirë dorën e zemër. Për te kritikave për blerje votash dhe shkelje të ligjit, nuk e di çysh mundet opozita me i kundërshtu këto vendime të Kurtit. Në fund të ditës, pensionisti, punëtori, e nënat e fëmijëve, zor që i din hullësit ligjore. Do shta edhe i din, por nuk ju interesojnë. Thjesht e dëshirojnë një copa të madhe nga tortja buxhetit. Krejt çka mund me bëj opozita është me dhënë premtime të reja, për pagë minimale më të lartë, siç e bën AKJ sot, ose për rritje të pensioneve, për shtesa më të larta për fëmijë e kështu me radhë.